Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam I ka ndodhur luftën e Khendekut, e ngjashme me ngjarjen e kemi përmend më herët, tregon Xhabiri radhiyallahu an, thotë lufta e Khendekut, a din lufta e Khendekut? Kemi marrë luftën e Khendekut, e keni dëgjuar. Lufta e Khendekut është lufta ku pejgamberi sa më ngushtu shumë, ja kanë rrethuar Medinën me mbi 12000 njerëz. Ja kanë rrethuar Medinën. Apo janë kanë lufta më e madhe. Në sura Ahzab, sura 33, Allah e ka treguar detaj. Këtë luftë sahabët janë tutë shumë, që janë rrethuar. Po vesh shigjet edhe shkollën. Edhe thot Xhabiri, thot filloi mua shpërsu lufta shumë. Thot edhe njerëzit duan ankoishin s'kena buk. Edhe ka kallzuar rastin kur se ne kanë thini shkam, edhe ka ardhur sa me ka thyje sallallahu alaihi wasallam. Thot edhe thot mudhim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Më thon nuk e kisha rajnë tonë, thot mi dhon këtë ushtrisë buk. Thot kum shku vrap të shtëpia. Kum shku vrap të shtëpia, nga se lufta e Khendekut do bën nga Medinës. Thot kum shku vrap të shtëpia, edhe I kum thon gruas teme ka me thirë pejgamberin selam, edhe kam I thonë këshirë merë dhe një 2 veta maksimum me hangër buk, se mudhim të pejgamberi alayhis salam prej unësijës a luft. Thot edhe I shkova I thasht atë tamam, edhe ardhen edhe I thash ja Rasulullah, apo vjen me hangër shpejt edhe merë një 2 veta. Edhe I tha pejgamberi selam to ajimu li pak buk kumpor, pak ushim kam. I tha pejgamberi alayhis salam sa është, tha dhe unë ja cilësoha, ja ka cilësu, sa o kon. Edhe tha për mësam, këthirun të jim, shohën koka, edhe koka I begat, I mirë. Edhe për mësam, kejtë të me shohën, shka I tha qunu. Ka gjumë rasin e ka lumbi, 80 veta, të e nësim një meni. Ka tha mësam, kum, qunu kejtë. Thot, u qunë muhajgjire e nësarë. Këtë që janë konë atin saf, me për mësam luft, janë quë. Thot, kër këm shkuë, kër më ka pa gruja jeme, një ushtrije ka bërë. I ka thonë, ka me arë pejgamberi me një apo 2 njerëzi. Atëherë pejgamberi alayhis salam ka thonë udkhulu wa la tadaghatu. Ka thonë hini ka dalë dhe mos ushtrini. Hini se ka për këtë. Apo, tash vëzë këtu ka për këtë, ka fol si pejgamber. Se jani më stoje, unë inshallah kam e bë bismillah, ti s'e frin ushtrimin. E frin vetëm pejgamberi sa me lejen Allahu te bareke ve teala. Atëherë thot Xhabiri, thot filloi me e shpërnda ushqimin me e bëhe, do më dhënë, si cëllit mi e dhanë, thot ju dha kejtë. Allahu ja ka të regu mrekulli në dorën e pejgamberit sa. E ka shtu ushqimin, se e ka beku Allahu Gjelluala dorën e Muhamedit sa dhe edhe gjuhën e pejgamberit. Pra pejgamberi kër e ka morë një ushqim, apo një ujë, e ka shti dorën që aty. Nëse në musën Allahu dhe njërë të flasi për mugjizët e tina, për mrekullit e ti, e ka shti dorën që aty, kejtë ushtrisë ka thonë, hajde pini. Pi, krejt kanë pije. Edhe në fund ka pije dhe vetë, edhe në fund I ka thonë ati që ja ka morë enën, ka thonë shtash mere enën edhe shko. Aishës radiallahu anha, ja ka lanë një dit një vorbë, një enë me hurma. Ka thonë, oj Aishë, ha e mos I nje. Ha edhe mos I qonë këndobilist. Iq, ha e mos I nje. Thot Aisha, hajsha e si njefsha. Deri sa thot, vdish për nga me salam. E med vorba. Ha e nuk usoske. Apo, ha me ka thonë, ha e mos I nje. Thot një ditë së mbana sabër. Ashtë ashtë dhe sa kanë mejtë. Edhe sa ditë kanë me më gjumë mu këto. Tha veç kër ja këmë shlu sinin, edhe dhe mon kanë mejtë edhe pak, thot edhe hargju. Ka qenë për bereqetit dhe nësam. Ha e mos I numro, mos I logarit, mos I shtin e sabë. Andaj, hangrën kejtë, më vonë, unë ngopën, edhe I tha Xhabirit, dhe mon, grujës Xhabirit, tha, hani tash edhe jo për këti ushqimit, edhe si të muni jap një dhe do hedije, qojnë një dhe do misafirëve tjerë, sepse njerëzit I ka kap uria. Kjo ka qenë prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa prej majave të edukatës në mikpritje, cila ka qenë se pejgamberi alayhi salatu wasalam, çfarë kur ka pas ushqim, gjithmonë e ka thirrë dikan. Edhe ka qenë shtëpia për mësam sikur një lloj e hapur për njerëzit që kanë nevojë. Çështu u pa shtëpia e pejgamberit alayhi salatu wasalam, apo kështu po, sikur shtëpia e tij, a ki nevojë po, hyn lip diçka, se t'japin diçka ata. E Allahu xhelalu ala sura Al-Ahzab, sura 33, ka zbrit do ajete shumë interesant. Thot Allahu te bareke ve teala: Ya ayyuhalladhina amanu, la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dhana lakum. O ju të cilët keni besuar, mos hini në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, posa se ju jepet leje. Ila ta'amin ghayra nadhirin inah. Posa se ju jepet leje me mor ushqimin, edhe mos rrini të e prit, a u ba, as u ba.
Apo, nga se ka ardhur njëri, thuhet që kanë ardhur nomadët, jo ato arabët e qytetit. Nomadët, shkretinës, ka thonë ja Rasulullah kam nevojë. E ka thonë s'ka derisa ta bojnë hazë. Ka thonë ani bën hazë, unë po priti çto. Çto kanë thonë. Po ti kurkun se kije, Allah e ul ka thonë, ani dhe bën hazë. A prishi punë çdo me nejta? E problema me nejti kush në bashkë të shtëpia. Edhe thotë Allahu xhela mos hini në shtëpi kur ai ose dalta ja pushimin hazë, mos rrej atë ti me vrit. Lexoj ajetet tash në të citu. Lexoj çelë sura Ahzab 33 të shtëpia lexoj. Thotë Allahu xhela wala, walakin idha du'itum fadkhulu. Ka thonë kur t'ju thirrë pe Islam, hajde merre edhe shko. Ka thotë Allahu te bareke ve teala, fa idha ta'imtum fantashiru. E kur të hani buk, largonu, dilni. Wala musta'nisina li hadith. Ka thonë dhe mos rrini tash me bo muhabet. Çka kanë bë? Ka ardhur tefsir. Ka ardhur dikush i ka thonë ani derisa ta bash po priti çdo. Masi u ka bo buka, tash a dash me prit me mësam derisa të bëhet buka, ke me prit këto. Nëse u bo buka. Hangër mor, ka thonë ai po ri pa po muhabet. Tash me mësam unë të shive vesh një, janë qindra mija. Hin ti, kur me hionën në shpiteve valla. Apo, edhe sa më ngushtu shumë. Thot Allahu xhela, kur të hani buk, dilni tash. Mos e ngushtoni pejgamberin alayhi salatu wassalam. Inna dhalikum kana yu'dhi an-nabi. Se kjo shumë atë munu pejgamberin sallam. Fa yastahi minkum. Po i vën marrëm ju thon del se hangre buk tash lira më shpije. Lira më shpije. Pi vën marrë pejgamberin ju thon. A mund të para me njëri vjen derisa të bëhet buka. E ha buk, e pastaj thot, a çaj hazë? E pa tash çaj nëse sta ofrojnë Allah, ti dush me përcjell atmosferën. Megjithëse ky rast u kon i veçantë, ka ardhur për ndim. Apo thot Allahu xhelalu wallahu la yastahi min al-haq. E Allah i vjen marrë bi hakit, del jashtë. Thot Aisha radhiyallahu anha. Thot a e dini për kanë gazbit që ajet. Por do njerëzit ran karakter. Ati mi bën isharat, ai thot ha, çai do thon. Aha, leja. E ke pa? Disi jep isharat, domthon, kuptoj Allah se mos të mprit me ta dhon llafin. Ai se merr vesh, duhet ati gen për gerve, dil. Mirë, njëri thot o po i kena me do të ran, po thuj dil. Koha është rëndë. Koha është rëndë. E nali njëri prej ulemave të muslimanëve Ayub as-Sikhtayani, ka qenë ulema i madh prej gjeneratës së dytë të parë të tabiin, jo sahabe tabiin. E nali një njeri tha o hoq, a ulmi tha bojna muhabet pak çtu. Hoxhallar zakonisht, hoxhallar që mirën me dije, me ilm, ato janë xham. Apo, njëri thotë çka bën bajë ditë të shtëpia? Po kjo është ajo, domthon kurrështja e teprume. Çka bën çdo ditë të shtëpia? Tha, ka mundsi mu ndal mu bë muhabet? Tha po me dikush. Nalë dilli mos taj se sa hati. Tha se nalë, e po tha, kjo dunjë do të shfrytzu. Nëse na nuk e mushmi këto fletët, shiko, vëllezër, jemi çdo ditë Ramazanit. Shkoj Ramazan. Wallahi shkoj Ramazan. Asa për njerëzve ala, thot, se di besot, a me dal taravia jo. Oh, po të se të vajsh të hesabina. O shkoj Ramazani, Allah, ardh Bajrami. Andaj, ma të zelshëm, ma të flakt në adhurime, ma të flakt në veprat mira, pse shkon vallahi. Tha Allahu që e jame ma'dudat, ditë të numruar. Ditë të numruar. Allahu na mundsof mi mush me veprat mira, ja Rabbul Alamin. Andaj tha Allahu që wallahu la yastahi min al-haq. Allahu si ven marrë bi hakut, dil. Thot Aisha, kjo ka zbrit për njerëzit e ran. S'kan marrë vesh. S'kan marrë vesh se si e ranojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E tani kjo ishte mikpritja e tij. E ky kur ka shku dikun alayhi salatu wasallam, si thot pejgamberi alayhi salatu wasallam në hadith që ka zënë Imam Buhariu, "Law du'itu ila dhira'in aw kira'in la ajabtu." Ka thënë alayhi salatu wasallam. Dhira' është pjesa më e mirë e mishit. Apo tash më thime për me në termat restoraneve, pjesa më e mirë e mishit. E ka pas merak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ka pas merak pjesën ku nuk ka koc. Ku është vesh kofshe. Apo? Me mëso ka thonë, am thire në qëtit mish, ka e kam merak. Am thire veç ato kocit e hol, unë e vi misafir. Kjo ka qenë prej modestis lartë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atëra, një ditë për ditëve, hadithin që ka nëzirë Imam Bukhariu nga Anas ibn Malik, thot, e thiri për mësam një roba qeps misafir. Tha, ja Rasulullah, ka mundësi, kom përgadit dhe ushqim, me arë. Mirë po, nuk ka përgadit, kom e di qëfar ushqimi, ka arë transmitim kungull e ka thirë. Mirë po, më nësi është, e ka thirë misafir. Thot, Anas ibn Malik, shkum,
me pejgamberin alayhi salatu wasalam, pejgamberi zakonisht kanë ka pas me veti, e ka marrë edhe ata. Po e pa, kur i ka thënë atij persianit, edhe Aisha. Enesit i ka thënë edhe këto 80 veta me veti. Xhabirit i ka thënë edhe këtë ushtrien me marrë veti. Kështu ka qenë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Thot shkum, Enes ibn Malik, thot edhe ai rroba çepsi ja nxjerri ushimin, tha dhe vazhdoi punën. Po, këtu ka shumë dobi tani, s'është koha mi për me. Don, lejohet me e thirr dikan mysafir, ti kur të kanë dyqan tane, në punën tane. Tu ta kombo do ushim, mirë po, kjo puna spret. E kiti një mushteri, spret. Hati që tu, e ndëran, se unë e derisa ta kry punën. Thot Enes ibn Malik, ai nuk u ul me hangër, vetë hangër punë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Thot edhe e pash pejgamberin sallallahu alajhi wasallam e pe pjesëve të ushqimit e hajte kungullin. Thot Enes ibn Malik, mus më ka kanë shumë kungullin. Po kur e pash pejgamberin sallallahu alajhi wasallam do i ke kungull, thot pisot e duhe. Shiko, atë shumë e ka pas në zemër, kur e kanë pasë a e do apo edhe unë e du pisot. Ama jo këtu veç muhabet, ai për një mëmos e ka ndru shihen e vet. Apo thot dhe e pash pejgamberin alayhi salatu wasalam se si e ndjekte kungullin duke hangër në enën e uadha ky rroba çepsi. Kjo çka argumenton vëllazër? Se më sa më ka thonë, ai tash kush kjo rroba çepsi më thirr mua? Jo. Ai alayhi salatu wasalam i është përgjigj të varfrit edhe zëngini. Andaj më sa e ka përmend si të lig atë velime, atë mbledhja, të bim, aheng, ceremoni, dasëm, ku veqohen zënginat dhe zthirën fukarat. Apo? Veqohen zënginat e zthirën fukarat. Apo dhe që një thot, apo ku shëthira ata? Që i ka mund si më thira ata? Si do mos ose o musliman, apo e ki mik, apo e ki familjar. Nuk ban mi vequ zënginat për fukarave. E disa njerëz ju ka përzip këto, kemi përmend shpesh, apo? Si ta shohin një zëngin, thot, ki vëllai mashallah. Thot ki, ai pa ki ka 1 milion gjunahe. Ama ki thot pasanika, edhe për qafimin ja pak më të ngrohtë. Apo edhe dorën ja më pak më gat. Apo e ditë vëlla. E kështu me radh. A kur e shef fukaraj thot, hajde mirë jap thot. Hajde vazhdo vëlla. Po pse vëlla? Po ku më ditë ki fukaraja ka pozitë Zotit të madhe. I ditë Abdullah ibn Mesudi ka pas kom te holla. Edhe hipi me një drum tu majt, edhe atë sahabët thanë, çfarë kom të holla ka? E qeshën apo? Edhe tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, a pëqeshnia? Pasha Allah, kam të këti njeri, te Allahu gja janë matrana se të hudit. Nuk matët veti me pamje tjashme. Nuk matët me pamje tashme. Apo, Ebu Hurajra, që ki kitë që të shka për një kalzon, Ebu Hurajra, shoki për mësëram, që ki shpis ka pas, a e dini? Shpis ka pas. A e dini ku ka nejtë Ebu Hurajra, dërsa a martuhe? Në gjamit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I thënë, ehlu suffe. Ja ka da një pjesë me litar, me perdit vogël, ka da qëtu, sos një punë të juve. S'ka pas shpi. Ama që kje Ebu Hurajra i ka transmitu për pejgamberi sallam, sa? 5.000 hadithe. Ti që falësh, e agjeron, e jeb zeqat, e ki fejen tamam, që kje e ka meritën i pari. Mësane ti. Adaj, nuk është me veçu e dikan që ka autoritet, apo ka para, apo është me pas, jo, thiri ketë barabar. Pastaj nuk ka, nëse njani ka pozit që e meriton, a ma plak, nuk ka problem. Ka njani është hafës, së është problem ati, apo mi adhon venin më të nalë. Mirë po, me veçu, vetë se kjo pasanik? Jo, adaj këta e ka ndalu pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Gjithashtu pejgamberi aleyhi salatu wassalam, një ditë për ditëve të regon Ebi Mes'ud al-Ansari, thot, një ditë për ditëve, ka qenë njëri i quajtur Ebu Shuaib. Thot, edhe e ka pas një djallë trash. Thot, edhe e pas e djalli vetë është një ullët. Edhe i tha, shkopan e ushimin të shpia, se ka me thirë dhe pejgamberi s.a.s. misafir. Edhe e thiri. Edhe pejgamberi s.a.s. i pat edhe 5 veta. Edhe i tha, edhe 4 veta. Edhe i tha, thuni familjare, kryes vetë, thuni në nëstane, le të bajë ushqim për pejgamberin veti 5. Ajo bani ushqim për veti 5. Pak ma ne, këtu nejtë edhe njeri, sikur e ka qukrije, mu kanë që më thirë edhe mu edhe mu. Kisha arë edhe une, apo? Po se ka thirë. Kur kanë shu këto 5, të ky Ebu Shuaibi, apo? Kanë i me angër, edhe kuraj, vazhdimisht sikur e ka mojt, e di që, mos po më thojnë hajde, apo? Edhe me mësam, o kanë shumë i ndjeshin, apo? Nuk ka thonë valla se pa o shune, e ka pa.
Edhe i ka thonë për mësam këti njeriu që si e ka ftue, ka thonë, këshyre dhe qatë, nëse ka mundësi se, unë dhe qatë dosin tjetër se, ato, nuk kem me mund këtu, po ka që vëdhaj me arë. Ka thonë, që ki njeri, ketu në ndjek, nëse ka mundësi mi thonë leje, si të ketë mundësi, e nëse jo, i thamë letë këthejet. Apo, këshka ka qenë, për mësam ka qenë, edhe kër ka shku misafir, ka qenë i lejtë. Mund njeri, për shumë që akon të lejtë aty, të supozojnë ati me disa shok, e kini edhe një shok, po som planaj. Nuk on planaj me ardhë, apo, edhe ajta është gureshtar, e ngrit. Krije, thot, mësin të shkujnë, ato këta, nuk është problem, i thonë, ajde dhe tjellë. Mirë po, nuk është edhe problem, i thonë, si të ardhë. Qëka i thale i sallat e sëram? Dhe inshi të ente dhe nële, nëse tjep izën me ardhaj, e nëse do, i themi këthehu. Apo, a prish pun, mi thonë dikujna, Allah, për që kaqë. Unë kam po, plan, nuk prish pun. Mirë po, është prej gjymërtllëkut dhe fisikrijet që njeriu të thret më shumë, misafir.